Tani do të shkojmë në Megatek. Do të flasim sot për frutat e pyllit, të cilat mund t'i kultivoni në shtëpitë tuaja, mund t'i kultivoni në balkone apo në obore. Të gjitha këshillat i marrim përmes profesionistëve të Megatek. Gjithmonë e më shpesh flasim ose dëgjojmë të flitet për frutat e pyllit, se sa të shëndetshme janë, antioksidant të fuqishëm. Por jo shumë shpesh kemi mundësinë që të shkojmë në pyll dhe t'i mbledhim vetë me duart tona. A e keni menduar se frutat e pyllit mund t'i keni në oborin e shtëpisë tuaj? I gjeni të gjitha në Megatek. Është java e frutave të pyllit dhe sot do të flasim pikërisht për to. Se si t'i mbillni, si të kujdeseni dhe gjithë gamën e gjerë që e gjeni vetëm këtu në Megatek. Ola, çfarë këndi i këndshëm dhe relaksues. Sot do flasim për frutat e pyllit në mënyrë si do t'i kultivojmë, si në vazo dhe në tokë. Kemi manafera të kuqe, janë kultivar të butë, pa gjëmba. Mrekulli. Që mund t'i këpusim kollaj edhe nuk të shpojnë. Duhet të shikojmë këto mbillen edhe në vazo edhe në tokë. Mundësisht vazo t'jetë pak e madhe që të kemë mundësi të rriten. Ka një gjatësi të madhe, shkojnë deri 3 metra maksimumi, po. Që kështu që prodhojnë dhe fruta sa më shumë. Kemi edhe manaferën ngjyrë të verdhë, edhe kjo është shumë e mirë. Edhe kjo të njëjtën proces ka. Pak e njohim manaferën e verdhë në Shqipëri, ne më tepër njohim mjedrën. Mjedrën, njohim të kuqe. Dhe më pak e njohim manaferën e verdhë. Por janë të bëra në këtë trajt. Në trajt, po. Do të kemi pak parasysh që këto qëndrojnë mirë në kushtet si në diell, edhe në ftohtë, edhe në minus deri në minus 15 gradë, nuk i gjen asgjë për këtë lloj. Pastaj kërkojnë një specifik të veçantë që duhet nkrahasitur nga muaji nëntor edhe në shkurt. Dhe mënyrën se si mund ta realizojmë krahasitjen ne do ta demonstrojmë. Këtu kemi manaferat e buta. Ne kemi parë ato që gjemë të egrat, këto janë të butat, me të njëjta shije, po thjesht pa gjëmba edhe këto, që ne mund t'i këpusim kollaj. Të gjitha këto manafera, të janë të kuqe. Dhe këtu kemi? Këtu kemi varietetet të ndryshme rushi, duke filluar që nga rushet e tavolinës, rushi i njohur, rushi francez, Ribers, edhe këtu janë një kultivar tjetër i rushit. Po boronicat, si mbretëresha e frutave të pyllit që e duam shumë? Po, i kemi 2 varietete boronicat, i kemi të zezë, kjo e zakonshme, po kemi edhe të kuqen, që është më pak e njohur. Të dyja varietetet e boronicës, dhe këto qëndrojnë shumë, më mirë qëndrojnë në tokë, dhe pak në vazo, po edhe në vazo mund t'i kultivojmë lehtë. Kjo është gama e frutave të pyllit që mund të gjejmë në Megatek. Si duhet të kujdesemi për to? Kur janë në natyrë, presupozohet që janë bimë që ka nevojë për pak vëmendje, për pak kujdes. Shumë pak kujdes duam. E rëndësishme është që ne kur t'i mbjellim në tokë, duhet të hapim një grop jo shumë të madhe, 2 fishim asja. I madhësisë të vazos, 2 fishim, mund të jedhin brenda argjil, që të marrin ujin e tepër, se janë bimë që nuk kanë shumë nevojë për ujë, duan pak ujë, se uji i tepër i than të tëra. E qartë. Duhet kemi pak kujdes te uji në këtë pjesë, pastaj ti mbjellim me humus edhe ushqyesjet e dur, trajtuesit nga sëmundje të ndryshme që ne i kemi të gjitha këto. Teksa ti flet, vëmendjen time e ka marrë një bistak rush. Që ka nisur? Po, të frutifikoj. Po. Ja ku është bistaku rushit. Kjo është një rush i bardhë tavoline, po ta shikosh. I gjithë ky. Do t'rregoj një mënyrë se si të kujdesim për këtë dhe si ta mirëmbajmë. Tu kemi vendosur një shkop, i cili duhet qëndrojë drejt, bashkë me frutin. Pra që ta ndihmoj të gjithë filastarin që të rritet lart edhe drejt. Edhe drejt. Edhe të mbaj edhe peshën e frutit. Po, nëse e vendosim në këtë mënyrë, ajo për një moment do të... Kështu do qëndrojë, kemi një lloj lidhse që shërben për të mbajtur. E tregojmë atëherë? E tregojmë, ta marrim lidhse. Pra së pari, duhet ta mbajmë në këtë pozicion dhe na ndihmon një shkop që e gjejmë në Megatek. Po.
Dhe Kjo është një për ta fiksuar, Po, për ta fiksuar. Kemi edhe një makineri. e mrekullueshme. Pra në të gjithë Në gjitha lartësinë. Që të gjithë pesha të kalojë mbajtur te kjo pjesa këtu. Dhe kjo është një nga mënyrat. Një nga mënyrat është që kemi edhe një mënyrë tjetër për ta lidhur, një mënyrë tradicionale, po ja tregoj tani. Tradicionale, por jam e bindur se është përsosur të paktën në material. Po, materiali është elastik, dhe nuk e dëmton bimën, absolutisht jo. Ka edhe një mekanizëm për prerje, Po, cili e vendosim këtu, edhe e presim. po sa e thjesht. Thjesht fare. Edhe me këtë, e mund ta lidhim. Pa shtrënguar shumë, se dëmtojmë edhe, dhe kjo shëndron pa lëvizur. Bukur. Këto janë dy alternativat se si e mbajmë të fiksuar rushin në rastin konkret, por të njëjtën gjë mund të bëjmë edhe me frutat e tjera të pyllit që kanë nevojë të shkojnë në lartësi. Tendenca e këtyre është gjithmonë të shkojnë në lartësi, maksimumi 3 metra. Që si lëmë të gjata edhe gjithmonë duhen kapur mos të lënë të bie të gjitha poshtë edhe frutat nuk shikohen. Kujdes tjetër që duhet të tregojmë. Po, duhet kemi kujdes plerimin e tyre, të jetë sa më i mirë edhe më i shëndetshëm, me trajtues biologjik, jo kimikate, se do të jenë të ngrënshme të gjitha. I prezantojmë disa prej tyre sepse e di që gama e këtyre produkteve nuk mungon asnjëherë në Megatek. Kjo është një trajtues universal, që është për gjitha, për perimet, për frutat, që përdoret në trajt të lëngshëm, një tap me 3 litra ujë dhe ujitet me këtë trajtuesin. Kjo nuk është biologjik, po është i mirë në mekanizmin e tij, ka përbërës jo shumë të lartë, edhe shërben për është në formë kokrize. I gjithë këto është për gjitha kokrize. Pastaj kemi edhe trajtues për sëmundje që prekin rushin. Cila është sëmundja më e zakonshme që prek rushin? Është hiri. Hiri i bardh. E kemi edhe këtu të hirit, ja ta tregoj edhe hirin. Për të gjithë ata që nuk e njohin këtë sëmundje të rushit, cila është trajta që merr rushi si evidentohet? Po, merr një sipërfaqe të bardhë, nga e bardha kalon në të zezë pastaj, që është akoma më e fortë. E gjitha fillon nga këtu poshtë. Pastaj do kalon në pjesën e sipërme. Ky është një trajtues biologjik, jo kimikat. Dhe ky ka një të mirë që nuk dëmton grencat, bletët, këto nuk i vret. Pra nuk dëmton natyrën. Dhe e sprucojmë, duhet kemi pak parasysh mënyrën e sprucimit, ose në mëngjes, ose në darkë. Njërë në 15 ditë, kozjatja. Është e mjaftueshme për të rekuperuar. Produkt tjetër, veçanërisht për rushin, me qenë se flisim për të? Po, kemi dhe një produkt tjetër, janë largusit e grencave, në këtë rast na duhet i largojmë grerzat. Ne kur të marrim fruta, që mos kemi në pickim nga insektet, përdorim vetëm i largon, nuk i vret. Dhe nuk i dëmton. Për të gjitha frutat, edhe për frutat e pyllit e njëjta gjë. Dua që vëmendja jon tani të shkojë tek boronicat. Si duhet të kujdesemi për të? Që nga mbjellja e deri tek vjelja e frutit. Po, boronicën mund ta kultivojmë në tokë, është më e mira të kultivohet. Idealja. Idealja është në tokë, pastaj edhe në vazo mund ta kultivojmë. Thjesht duhet kemi parasysh, siç tham edhe një herë për ujin, nuk duhet ta abuzojmë shumë me ujin. Të ketë një drenazhim sa më të mirë, edhe bima nga muaj nëntor dhe shkurt kërkon një krahasitje. I do patjetër këto që të arrijë të frutifikojë. Është interesante sepse për frutat e pyllit në përgjithësi ka një lartësi të caktuar që shkon deri në 3 metra në rastin konkret të frutat e pyllit që ne përmendëm. Boronica duhet të ketë një lartësi më të ulët. Maksimumi as 1 metër nuk e kalon. Dhe kujdesi që duhet të tregojmë gjatë kohës për të. Duhet kemi parasysh dhe sëmundjet që e prekim, të përdorim pesticide organike. Ka diçka specifike për boronicën? Jo, specifike jo, ato janë të gjitha që shërbejmë për këtë. Thjesht diçka për të vjelur frutat, është një mekanizëm interesant që shërbejmë për të vjelur, apo ja tregoj edhe këto. Është kjo bruna. Ua, sa interesante. Me këtë dhe mund të vjelim boronica, sidomos kur kemi dhe shumë sasi, është akoma, nuk e dëmton bimën, sa praktike. Futet këtu, te këto kanale dhe shëndron brenda dhe nuk dëmtohet fare. Sepse është e vështirë për të vjelë boronica, është një frut shumë delikat për të mos e dëmtuar atë. Ja ku që ka një mjet
fare i thjesht që e gjeni në Megatek, jo vetëm për boronicat të cilat do t'i mbillni vetë në oborrin e shtëpisë tuaj, por edhe për boronicat e egra në qoftë se i vilni ato. Ja, ky është mjeti që ju duhet. Cili është fruti pylli tjetër që do të prezantoj? Tani do prezantojmë lule shtrydhen. Lule shtrydhe. Që tani lule shtrydhja është në fazën e saj, më të mirë, frutifikimit edhe luleve. E shohim të lullzuar edhe në frut. Kemi zgjedhur një lule shtrydhe që është 4 stina, që është gjatë gjithë kohës e lullzuar dhe me fruta. Ua, sa interesante. Po, këto janë lule shtrydhet. Ndërsa kjo është 4 gjatë gjithë kohës e kuqe, ndërsa është një lloj tjetër kultivari lule shtrydhe që është e bardhë me pika të kuqe. Ua, sa interesante, lule shtrydhe e bardhë, kishit menduar? Edhe shumë e ëmbël. Kjo reziston shumë mirë jashtë, duron dhe temperaturat deri në -1 gradë. Lule shtrydhen e këshilloni e sugjeroni që të mbillet kryesisht në obor apo edhe në vazo? Të dyja, edhe në obor edhe vazo, duke qenë që ka një sistem rrënjor shumë të vogël edhe nuk ka nevojë për shumë hapësirë. Thjesht me një vazë të gjatë mund vëm 2, jo më shumë se 3-4, se nuk do të arrit dot të përballoj dot frutat që do bëj pastaj. Pra, edhe në qoftë se ju nuk keni një shtëpi me obor, në balkonin e shtëpisë tuaj mund të mbillni lule shtrydhe dhe siç e shihni, ka disa varietete. Lule shtrydhe të bardha që kanë shumë të ëmbla dhe lule shtrydhe të cilat lullzojnë dhe japin frut në të 4 stinët. Kujdesi që duhet të tregojmë për lule shtrydhet? Lule shtrydhja duhet kemi pak kujdes, si tham dhe me ujë me lule shtrydhe, e duron diellin gjatë gjithë kohës, edhe gjysëhia është mirë. Thjesht do kemi përushysit siç folëm dhe trajtuesit biologjik gjithmonë nga që janë të ngrëndshme. Këto ishin disa nga specifikat për kujdesin që duhet të tregojmë për lule shtrydhet. Besoj, vëmendja dhe kujdesi për frutat e tjera të pyllit që na i prezantove në fillim është i njëjti. Dhe të kemi kujdes e vëmendje me produktet që na ndihmojnë për t'i patur gjithmonë ja kështu të shëndetshme dhe të marrim fruta ashtu siç ne i dëshirojmë. Faleminderit shumë Ola. Faleminderit Bruna. Faleminderit që pas ditën e kësaj të premteje zgjodhët ta kaloni në shoqërinë e Living Room në Vision Plus. Mirupafshim nesër.